Në 11 maj, Shqipëria shkon në zgjedhje parlamentare, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka regjistruar gjithsej 53 subjekte zgjedhore, ku përfshihen 51 parti politike dhe 3 koalicione zgjedhore. Mes këtyre partive dhe koalicioneve janë edhe parti të formuara rishtëzi për këto zgjedhje, disa prej tyre modeste në pritshmëri. Kërkojnë vetëm disa mandate deputetësh dhe të tjera forca politike janë besim plota se mund të sjellin derje dhe rotacion politik në 11 maj. Një nga koalicionet është nisma Shqipëria bëhet e kryesuar nga Adriatik Lapaj. Ky koalicion është përballur me disa akuza që në ngjizje të tij. Agron Shehaj, lider i Partisë Mundësia, edhe kjo një parti e krijuar së fundi, ka akuzuar Lapajn për lidhje me grupin kriminal Çopja. Lapaj ka mohuar këto akuza, por të tjera e kanë ndjekur pas. Vendimi për të futur babain e tij në vendin e parë të listës për qarkun e Beratit ka shkaktuar kritika për nepotizëm. Lapaj po ashtu është akuzuar për lidhje të drejtpërdrejta me George Soros dhe fondacionin e Shoqëria e Hapur. Një tjetër koalicion i regjistruar për zgjedhjet është Djathtas për Zhvillim, një bashkim elektoral i formuar nga dy partitë, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar, udhëhequr nga Dashamir Shehi, e themeluar në vitin 2004, dhe Partia Djathtas 1912 me kryetar Enkelejda Libeajn, e krijuar në 2024. Kjo forcë politike fokusin shpesh e ka pasur te mbështetja e luftës që SPA ka bërë ndaj korrupsionit, një merit që nuk është në dorën e kësaj force politike. Po ashtu edhe ky koalicion është kritikuar për përzgjedhjen e kandidatëve, duke u fokusuar në individ familjar të kryetarëve. Një figurë e kontestuar është edhe ajo Enkelejda Libeajt, një ish deputet i Partisë Demokratike, i cili u emërua kryetar i komanduar i PD-s nga Lulzim Basha, por nuk fitoi asnjëherë mandat të drejtpërdrejt nga antarësia e partisë për të qenë në krye të forcës më të madhe opozitare në vend. Një tjetër forcë politike është ajo e krijuar nga Lulzim Basha, Koalicioni Euroatlantik. Koalicioni është kritikuar për një projekt pa një ideologji të qartë dhe shpesh Basha në daljet e tij është fokusuar te lufta antikorrupsion që SPAK po bën ndaj figurave politike. Sërish një betejë që nuk është merit e Bashës apo individëve të tjerë politik. Ka pasur kritika se koalicioni mund të jetë më shumë një nismë personale e Bashës dhe Endri Hasës, pa një ofertë të mirëfillt politike. Me në krye Arlind Qorin, Lëvizja Bashk është një tjetër parti e re. Qori është kritikuar për lidhje të dyshimta financiare dhe politike, si dhe për ndikimin e mundshëm të organizatave ndërkombëtare në aktivitetet e tij. Po ashtu është akuzuar se ai dhe partia e tij financohen nga George Soros. Partia Mundësia është themeluar nga Agron Shehaj, ish deputet i Partisë Demokratike. Ajo u prezantua në 2024 me synim për të ofruar një alternativë të pastër nga korrupsioni, që sipas Shehajt ka karakterizuar politikën shqiptare për 30 vjet. Një nga kritikat që ka marrë Shehaj, përfshirë edhe nga kryedemokrati Sali Berisha, është mospranimi për bashkëpunim me forcat e tjera opozitare, që synon fragmentim të alternativës opozitare përballë Partisë Socialiste. Shehaj nga ana tjetër ka zgjedhur që të dalë vetëm në këto zgjedhje, larg Partisë Demokratike. Kreu i PD Sali Berisha shpesh ka thënë që partitë e vogla synojnë të çojnë ujin në burimin e socialistëve. Për partitë, ata që rrahin gjoksat e opozitës së opozitës, ata janë patricat e Edi Ramës. Jo, tha, se ne jemi opozitës. Pra janë patricat e Edi Ramës. Asnjë vot për to. Po ashtu edhe kryeministri Edi Rama i ka kritikuar këto parti, ndërsa ka theksuar se kanë vetëm interesa personale dhe nuk kanë në fokus qytetarët. Janë ca tjerë, keni pa dha tjerë ca që vinë vërdallë thonë ne jemi e reja që po vjen Shqipëria mundet. Keni pa? Ata mund thonë çfarë duan. Ata s'do kenë gjë në dorë ndonjëherë. Edhe s'do ta gjeni kur e bëjnë as e bëjnë. Po për të ditë se çfarë do bëjnë ata, e keni një provë. E keni një provë. Edhe për ata që janë këtu që merren me bujqësi e dinë shumë mirë punën e farës. Këta janë fara e të ndjerës LSI. E mani men ka qenë një farë barit keq që hapi me shpejtësi. Mi flasë për LSI-n, e kujtohet. Kujtohet që ishte një LSI. Që hapi. Dhe që më ka të merru kur kam lexu qelizat e kancerit, se si rriten. Qelizat e kancerit janë të vetmet qeliza që rritjen nuk e kanë, qelizat e kanë qëllim në vetvete kundër gjithë mbarvajtjes së organizmit. Kështu janë. Tani, këta janë një version tjetër, version laik, nuk janë version fetar. Në kuptimin, akoma nuk e kanë një
shef kulti e tjere. Por, janë e gjë. Sa më të vogla partit, aq më të vogla interesat dhe aq më të mëdhaja llafet. Mos e harroni kur këtë gjë. Kur mblidhen 10 veta edhe thonë hajde të bëjmë parti, mblidhen për interesat e tyre dhe nga që janë 10 veta e kanë gojën aq të madhe sa që lemerisin gjithë lagjen. Tregu politik shqiptar është i tej ngopur me parti politike, ndërsa në zgjedhje partitë e reja ka raste që nuk arrin të marrin asnjë mandat. Ndër vite shqiptarët kanë treguar që pavarësisht programeve të partive të reja, zgjedhja e tyre finale shkon për forcat e vjetra politike, për Partinë Socialiste dhe për Partinë Demokratike. Ngelet për tu parë se si do të performojnë këto parti të reja në zgjedhjet e 11 majit. Disa prej tyre përballen për herë të parë me elektoratin, pavarësisht se kryetarët e tyre kanë qenë pjesë e forcave të tjera politike më herët.